E nisëm, si që e prezentova në fillim, me çështjen e protestës, çfarë po ndodh? Shi një lloj zbeje, qëndrojnë edhe kërkesat në fuqi? Në fakt ande unë nuk mund të shikoj zbeje, sepse mos harrojmë tani po shkojmë pak nga pak, po shkojmë në mesin e muajit korrik. Një protestë qytetare që nisi e vogël dhe erdhi në rritje dhe u maksimalizuar në datën 20 qershor me protestën më të madhe në historinë e post-komunizmit në Shqipëri, ku pa frikë të gjithë ekspertët janë shprehur që pjesëmarrja në bulevardin Dëshmorët e Kombit ka qenë mbi 250.000 qytetar, nuk flasim protestues, qytetar, familjar, fëmijë, bashkëshort, rini, me grupmosha të ndryshme dhe me njerëz pa interesa politike në kontekstin e përgjithshëm të parin, pastaj partitë vogla politike që kërkojnë të përfitojnë politikisht janë tjetër gjë. Unë e kam konsideruar dhe e vlerësoj si protesta më qytetare e 35 viteve tranzicion, normalisht u përsëri ditën e shtunë në datën 4 korrik dhe ishte një protestë shumë e madhe. Mos harrojmë se e përmenda dhe më lartë se është një periudhë që tashmë familjet janë të predispozuar edhe për të kënaqur fëmijët në pushimet verore, në plazh apo në pishina etj. Dhe e rëndësishme është që bërthama e protestet është shumë e zjarrt dhe është qartazi e revoltuar nga arroganca e qeverisjes 13 vjeçare të regjimit rilindja Rama. Në mënyrë permanente, qëndrimi arrogant, tallës, intimidues i kreut Partisë Socialiste dhe kreut qeverisë Edi Rama, i kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla dhe disa eksponentëve të tjerë përfshi edhe opozitën në momentet caktuar si në fillimin e protestës që ishin të paqartë për ta mbështetur apo mos e mbështetur, por thirrjet labidar Rama-Burg, Berisha-Burg, qarmatosi Partinë Socialiste dhe qeverinë, sepse nuk mund të përdori më atë armën, Rama që ja unë po iki, po vjen Saliu ose vjen Gogoli. Kurse thirrja që protestuesit kanë bërë Rama-Burg, Berisha-Burg, do të thotë që populli po kërkon distancimin një herë për gjithmonë nga politika e vjetër 35 vjeçare, që më së shumti, për hir të interesave, unë jam i qartë, sepse kam denoncuar në vitin 2012 korrupsionin e qeverisjes Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste tashmë që ka shkuar mbi 10 fish e 15 fish, pra është i ndërgjegjësuar opinioni publik se qeverit nga 90-ta e këtej kanë qenë qeverisje për oligarkët dhe botën e krimit, duke u garantuar prona shtetërore me 0 lek, duke u garantuar nëpërmjet falsifikimit dhe vendimeve të gjykatave të falsifikuara, edhe heqjen e pronës pronarit dhe vënien në dispozicion të oligarkëve dhe grupeve kriminale të cilët kanë mundësi të investojnë paratë e pistat fituar në trafikun ndërkombëtar të drogës, gjë të cilat kanë dalë në pa më së shumti dhe është ndërgjegjësuar gjithë opinioni publik me çështjen Aruba dhe investimet që do bëheshin kryesisht në Zvernec, por jo vetëm, sepse gjithë Bregdeti tashmë rezulton nëpërmjet Albania Files ekziston me një program të qartë qeveritar me firmën e kryeministrit të Shqipërisë, madje edhe me parathënien e librit, që është dakordsuar për investimet e paras botës krimit dhe ku konkretizon kryeministri i Shqipërisë programin e amnistisë fiskale, që e ka trumpetuar në kundërshtim me Fondin Monetar Ndërkombëtar prej shumë vitësh, dhe më së fundit duke i ndryshuar amnistin fiskale në paqe fiskale. Pra, ajo është mund ta rikujtoj, ka qenë kryesisht në vitin 2022-2023, ka qenë momenti kur qeveria shqiptare prezantoi që kam shumë të qartë, mund të futeshim pa deklaruar burimin e ardhurave. Dhe tashmë nga që MN-ja e kundërshtoi ashpër. Kundërshtoi ashpër dhe qeveria shqiptare me krye Edi Ramën kanë propaganduar më së fundit paqen fiskale. Pra vetëm i ka ndryshuar emrin, ndërkohë që korridori i pastrimit parave dhe parajsa fiskale e pastrimit parave të botës së krimit, kryesisht trafiku ndërkombëtar drogës,
është implementuar tashmë në Bregdetin shqiptar me leje të shumta të dhëna ku rezultojnë mbi 520 projekte dhe që ka filluar financimi. Shikon vepër penale aty sepse një grup, një përfaqësie protestuesve dërgojnë në SPAK. Ende nuk është bërë një kallëzim, unë e di që pritet bëhet edhe një kallëzim për ato se çfarë ky grup protestuesi të mbështetur nga jurist dyshojnë se mund të ketë. Denoncimet për hir të vërtetës, disa denoncime periodike të opozitës shqiptare. Denoncimi i përfaqësuesve të protestës. Si dhe materialet e tjera që ju e keni në një çështje tjetër që e lanquat këtu, po kanë lidhje, kanë detyruar autoritetet evropiane dhe ato amerikane ta shohin me një sy tjetër qasjen e Shqipërisë në programin e integrimit të Bashkimit Evropian. Madje, njëri nga kongresmenët republikanë amerikan, mik i afërt i Donald Trumpit, i cili e ka poshtë strategjik luftën kundër karteleve të drogës, është duke njohur mirë historinë shqiptare të pastrimit, të lavatriqes pastrimit parave të botës së krimit, kryesisht trafikut ndërkombëtar të drogës, është detyruar, sidomos mbasi është njohur me çështjen Aruba dhe Albania Files, është detyruar të paraqes Kongresit Amerikan një projekt ligj të ri për të hetuar grupet kriminale shqiptare në Amerikën Latine, të trafikut ndërkombëtar dhe pastrimin e parave në Shqipëri. Dhe nëse pak më mbrapa që ta sjellojmë pak më gjërë. Dhe nëse vetëm thjesht ide, absolutisht unë kam mendimin që brenda 2 javë ky projekt ligj do të kalojë në Kongresin Amerikan dhe pastaj i duhet 180 ditë për të grumbulluar fakte dhe prova, sepse jep të drejtën e agjensive ligjzbatuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të hetuar mbi këto grupe dhe mbi lidhjen që ato kanë me qeverinë shqiptare dhe pastrimin e produkteve, veprës penale nëpërmjet investimeve në Bregdet dhe në kryeqytetin e Shqipërisë. Është theksuar ligj apostafat për të hetuar grupet kriminale, le lidhjet me narkoshtetin në Shqipëri, për herë të parë po qasët në Kongresin Amerikan. Çka do të thotë që është një shqetësim shumë serioz dhe tashmë kanë filluar të kalqifikojnë mendimin edhe amerikanët se në Shqipëri ekziston narkoshteti. Do rikthehemi sërish për diskutimet të tjera, Prençi, faleminderit. Me çështjen e protestës, Karanxhën e kemi pasur mundësi të diskutojmë, do të ridiskutojmë sepse është një gjë që është aktuale. Shenjat të tërheqjes së qeverisë. Apo propaganda, le të themi që propaganda në formën që i qeveria është detyruar të bëjë propagandë për të mbajtur pushtetin dhe për këtë do bjem dakord. I ka rezistuar fort. Shenjat e tërheqjes së qeverisë ne shohim që qeveria nuk janë më deklaratat aq të forta si në fillim, pra ata ja ke një farë tërheqje. Po në lidhje me protestuesit, unë nuk shikoj tërheqje. Përkundërzi, ata janë të dalin çdo ditë. Pra se mos harrojmë, kemi 36 ditë, 37 ditë, ditë për ditë në mënyrë të qëndrueshme dhe protesta ka ato të vetat, pra ka ditë që dalin, ka ditë, por kryesorja kush është? Që protesta nuk është shuar. Pra nuk ka shenja shuare. Pra këta mblidhen prap ditë e shtunë ishte, po të kemi parasysh ditën e shtunë ishte mbush sheshi plot. Pra nuk ka. Protesta nuk është shuar, por ka ditët e veta nga pjesëmarrja. Fati që po dalin ditë për ditë, kjo lloj dalin në 36 vjet në Shqipëri nuk ka ndodhur asnjëherë. Pra dalësh ditë për ditë dhe tregon qëndrueshmëri dhe këta persona kanë drejt të dëgjojnë dhe qeveria bën shumë mirë që është tërhequr që t'i dëgjoj për problematikat që kanë protestuesit në Shqipëri. A ka probleme Shqipëria? Po, ka sa dosh. Në gjitha sektorët është me probleme. Pavarësisht se protesta nisi nga çështja e Zvërnesit me shumë drejt, asnjë lloj transparence, fshehtësi, ndërtime pa leje që janë bërë aty, janë ndërtime pa leje, janë prej pemët pa leje, herë thuhet ka projekt, herë thuhet s'ka, del libri që thot ka, atëre kush je ti dhe kush janë këta qeveritarë që sillen në këtë mënyrë me pronën publike që është prona shqiptare, me pronën ta dhe bëj çfarë dush. E ndihmoi bisedën vetëm një moment Karanxha ndjes për ndërprerjen një gazetar i New York Times që kishte bërë një, le të themi, një lloj investigimi nëpërmjet materialeve online dhe kishte bërë një krahasim të Zvërnecit dhe mund ndonjëherë më vjen keq që pse nuk bëhet, le të themi, edhe në gazetarët ndoshta nuk na ka shkuar në mendje.
krahasuar pamjet e Marsit të këtij viti nga Google Earth ose Google Maps, nga sateliti, me pamjet tani. Domethënë kishte ndërhyrje në Zvërnec, ishin shtruar rrugët, kishte hyrë buldozeri, mbi një derdhje domethënë nga laguna në det ishte ndërtuar një urë, edhe sigurisht bënte edhe lidhje me Kushnerin, gazetari i New York Timesit. Pra shpjegonte fare mirë se ndërhyrja që ishte bërë. Dhe duke hequr dhe nga zona e mbrojtur e kategorisë më të lartë si zonë e mbrojtur, me qëllim me ligjin e vitit 2024. Ky është thelbi që duhet të them që kishin bërë amerikanët. Atëherë, ata po ta them ti, ande në mënyrë të padrejtë një pasuri kombëtare e kanë qethur, sa është qethje. Pra ti e qeth një pasuri kombëtare që nuk është që është pronë e gjithë shqiptarëve. Pa projekte, bën ura, bën gjëra. Ne jemi kundra, sepse duket jemi kundra zhvillimit, nuk është e vërtetë. Absolutisht, po dhe të shkatrosh pronën, që është pronë e gjithëve, kjo është një shkelje e rëndë e ligjit. Madje aty duhet procedohet penalisht nga ana e SPAK-ut, duke qenë se është procedimi lidhur, se ka nisë çështjen për Zvërnecin, duhet procedohet për ndërtim pale, për prerjet palishme të pyjeve, sepse duhet kesh një projekt për prerjen e pyjeve. Ku e ke ato se si do ndërhyjë zonë? Ti s'ke projekt fare. Pra si shkohet ti ndërhyjke me projekt duke prerë pemat? SPAK-u, me që po marrim një rast paralel që ka ndodhur. Kemi kryetarin e bashkisë së Fusharzit, i cili bëri një rrugë Fusharz, preu ca pemë atje dhe e arrestuan për shpërdorim të tyre. A kujtoni? Është para 4 vitesh ky. Po para 4 vitesh, atëherë çfarë ndryshimi ka? Madje këtu, po themi këtu janë cënuar, është një zonë e mbrojtur, pra është zonë e mbrojtur kategorisë parë. Pra ti që këtu duhet kishim proceduar, pse jo? Pa dalë vendimi i qeverisë, janë lejuar të kryejnë punime. Hapje rrugë, shprehje pemësh. Ja, që këtu shpërdorimi i detyrës. Kush janë këta persona? Sepse ky është standardi. U arrestu, mos gaboj Zef Tuci, një nga kryetari i bashkisë së Fusharzit, që bëri një rrugë për banorët e zonës, ju e arrestuat, kurse këtu po shkatrohet pylli mes ditës, po qethet, se ajo qethet. Zonë e mbrojtur. Është zonë e mbrojtur. Tani në lidhje për sa i përket bërjes me balde, kemi Frantuci, për konfirmim. Frantuci. Është rasti konkret, po. Pra i bëri një rrugë për banorët, ke prej një dy... Ka zënuar sipërfaqe të konsiderueshme të fondit pyjor në punësitë bashkisë. Ke prej disa dafina dhe disa dëllenja dhe futen burgur, se këtu ti shkatro pishat, shkatro pyllin, shkatro dunat e rërët që kanë vite të tërë, që janë pasuri kombëtare, këtu s'kemi pa gjë të rrëtë. Prandaj SPAK-u duhet atoj, edhe si është prej pemët, si është prej pyllin, sepse këtu kemi tamam shpërdorim detyre dhe ka praktikën gati. Rastin e zotit Tucit ta shfrytëzoi. Kurse për sa i përket Zvërnecit, lidhja e Zvërnecit me Sazanin, për mendimin tim, këtu kemi të bëjmë me abuzim. Investimi i familjes Trump është bërë, që është diskutuar dhe që ka thënë dhe intervistën Ivanka Trump, thotë ne do bëjmë një investim në të zonën e Sazanit, nuk ka lidhje me Zvërnecit. Zvërneci këne është një shtesë. Po pse e lidhin të gjithë mediat amerikane? Po e lidhin mediat amerikane, sepse këtu është ai si themi në mish i dhis. Pra për me i bot dëm një partnerit ton strategjik. Se s'ka lidhje, Zvërneci është i qartë, Sazani është larg, në vijë ajrore është shumë larg. Pra ata do investojnë, nëse do investojnë, është ajo pse nuk dalin ta mohojnë? Karanja më bën përshtypje vetëm një gjë. Pse nuk dalin ta mohojnë? Qoftë familja Trump, qoftë Jared Kushner, në rastin konkret, qoftë qeveria shqiptare, pra të ketë shiko të thotë, ata janë atje me ata, janë në Sazan. Shiko, më fal. Të lutem shumë, përse duhet të reagojë familja Trump në lidhur me mashtrimet që bën kryeministri i Shqipërisë? Duhet të deklarojë përgjegjës për territorin e Republikës Shqipërisë është kryeministri i Shqipërisë dhe qeveria shqiptare. Keni parë ndonjë prononcim, qoftë një prononcim të vetëm ju të ministrit të mjedisit? Në 38 ditë që ka protest të qytetarët? Jo, s'ka asnjë prononcim, zero. Vetëm kryeministri i Shqipërisë flet, sepse ai e ka drejtuar këtë pislik. Një, e dyta, pse s'del kryeministri i Shqipërisë dhe thotë kush është kompania që është e interesuar për zhvillimin e Zvërnecit? Përmend 4 miliardë euroshin, po nuk e përmend enkas për Zvërnecin. 2 miliardë në fillim është thënë për Sazanin nga Kushner, por nuk është thënë 4 miliardë. 1.6 është faktikisht. Po, tani, këto parat tjera, duhet na i thotë kryeministri i Shqipërisë, i cili e din mirë se kush janë të interesuarit. Madje një javë përpara,
Kryeministri i Shqipërisë na ka lançuar edhe disa investitorë strategjik që janë të interesuar për jugun e Shqipërisë, por nuk i ka thënë kush. Ja sa të tjerë të ri. Po, të ri, po. Një nga ta është Atlantic, një kompani e fuqishme. Është e huaj. Po. Ai duhet i thotë shqiptarëve, sepse në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë është detyrim parësor komunikimi me qytetarë dhe me palët e interesit, me këta që u preken interesat që janë pronar, tokash e tjerë. Konsultimi para prak, që në projekt ide, jo kur t'jepet leja, në projekt ide për zhvillim. Pastaj duhet studimi i ndikimit social dhe në mjedis, që janë 2 dokumenta bazë që duhet bërë që në periudhën e paraprake, para së qeveria. Ka nisur ajo dhe biles domethënë. Po si ka nisur? Qeveria, po jo, ka nisur. Qeveria ka vlerësim të ndikimit të mjedis dhe social. Social aty nuk e di se po ka popullsi aty. Ka popullsi aty. Po ndërkohë qeveria tha do bëjmë vlerësim të thelluar të ndikimit të mjedis. Sigurisht unë shërë e parë që do të mos vlerësim ndikimin në mjedis dhe të thelluar. Ajo ka filluar ato ekskavatorët. Kur e ka thënë kryeministri, pasi ka filluar protesta. Një javë mbrapa, mbas protestet. Po shiko, detyrimi për konsultimin paraprak nuk është kur të ngrihet populli. E ka detyrim qeveria që përpara, që kur të hidhet projekt ide. Në rast se jepet interesi i një kompanie për zhvillimin e një territori të caktuar, 2 dokumentat e parë që bëhen, qartohen janë ndikimi social dhe ndikimi mjedis, pra që është një dokument që realisht e kontrollon dhe e monitoron komplet këtë plan të ndikimit. Ministria e Mjedisit është Ministria e Linjës. Kam bërë një takim dhe me Ministrinë e Bujqësisë, ka qenë disa ekologjistë, domethënë ekspert nga Bashkimi Evropian. Ku është raporti, lutem? Kanë shkuar në takim, kishte edhe pamje të takimit dhe ndërhyrjet që janë bërë deri tani në Zvërnec janë justifikuar me idenë që është dashur për shkak për të bërë këtë vlerësim në ndikim mjedis. Jo, ato ecin kam. Jo, zotëri, zonat e leri këto të tari. Aty mund të veshësh një palë çizme gjuetare në sulën. Ju jeni drejtuesi i emisionit, po unë nuk ta toleroj ironinë me mjedisin shqiptar. Ju ironin e di e bëri me zyrtarët e shtetit, nëse s'po e bëni me mu, edhe unë për këtë... Zyrtarët e shtetit kanë thënë kështu në takim. Zotëri, zyrtarët e shtetit du të ecin në kamp për të vlerësuar mjedisin edhe për të do të kenë në dorë projekti idejën e zhvillimit me qëllim që të thonë deri ku shtrihen investimet me beton, ku shtrihen investimet e ndërtimeve të lehta që janë me dru, me kashte etj. Për të parë ndikimin mjedis. E dyta. Dhe ajo që është më e rëndësishme është sepse në Zvërnec vetëm në tokën e rrethuar, e kemi trajtuar dhe herë tjetër, janë 89 hektar brenda 320 hektarshit, janë 89 hektar që janë pasuri shtetërore, janë dunat ranore që janë pesazh natyror, monumente kulture të mbrojtura nga shteti, e kupton? Është bregdeti i Rërës, pra ajo brezi i Rërës dhe brezi i ujit i rrethuar, që shkojnë të gjitha 89 hektar. Atëherë qeveria shqiptare a duhet i jap llogori qytetarëve shqiptar për këtë pasuri të përbashkët? Me qenë pa llogoritur që diskutohet që të gjitha tokat që janë pronë private janë me vendime gjykate të falsifikuara për të cilat do mbajnë përgjegjësi njerëzit. Ne i qartë, faleminderit Prençi. Se e lam për gjys, kjo ishte realisht përgjigja e zyrtarëve në takim. Absolutisht. Dhe këtë doli me një video, një nga këto ekologjistët, nga këto ekspertët e mjedisit kanë përshtypjen që ishte takim. Neve nga këto video duhet parë herë kush janë këta ekspert që i thonë popullit shqiptar që të shkosh... Ajo po e thoshte që ishte, ajo po e thoshte një lloj ironie që i tha ne nuk mund ta pranonim si argument. Tani, kush janë këta ekspert të cilët duke shkuar me buldozer dhe me eskavator, thonë ne po shikojmë territorin. Territori ka të janë gjëra të thjeshta fare. Por me pa një zonë që është kënetore ose zona tjetër vishën çizme. Pra nuk shkohet me eskavator për me verifiku zonën. Përkundërzi ka mjete tjera, ka çizme, ka dylbi dhe ka sende tjera të cilët verifikohet ndikimin në mjetë. Atletet bardha. Atletet bardha si këto që vinë. Dhe atletet bardha
Kryeministri. Ato atletët e bardha i lënë tek makina se çizmet duhet futen në zonë aty me çizme. Pra që kur shohim ekskavatorin, që kur shohim ato kamionët me 3 akse që marrin dhe që lvizin, pra që këtu kemi të bëjmë me vepra penale të shpërdorimit detyrës. Dhe ai inspektor zone, dhe ai person i cili ka lejuar të futen këto betoniere pa leje, ai ka përgjegjësi penale. Sepse leja duhet të jetë, domethënë e para leja duhet të jetë e nxjerrë nga organi kompetent që është Ministria e Mjedisit që të bëhen këto punime, të jetë me projekt, të jenë të miratuara se si futesh ti me zonë brodër. Dhe ti futesh ti zonë brodër dhe kur fund fare s'ka projekt. Patjetër ti s'ke projekt, si e fut. Pra atë s'ke nga ta kapësh. Masanej na del një libër që pas ka një projekt ide që ka një libër, pra këtu kemi tamam një paqartësi totale dhe me drejt protestuesit, janë ngritore, çfarë është to? Çfarë do përfitojmë ne? Pra qa po përfiton shteti, qa po përfitojnë qytetarët, ndërkohë që i gjo po përfitojnë. Shkatrimi i pronës. Shkatrimi i pronës nga personat e cilët nuk mund t'i besohet mo. Se kjo është ideja. Nuk mund t'i besosh mo, ti thu kom shku për me studiu të pronën e ekskavator. Që këtu të bie besueshmëria. Dhe nuk kemi as i projekt, s'kemi as i ti i ve gardin, që këtu me drejt protestuesit kanë drejt, sepse lidhet dhe me ndryshimet e ligjeve. Pra, një ditë bukur, ligji 2024 që është ndryshuar, ë? 2024 është ndryshuar. Ajo ka i gjë tjetër ande. E çuditshme kush është. Aty ka qenë zonat mbrojtër. Dhe tash ç'a interesi ke të blesh toka në zonë mbrojtër. Dhe çuditërisht këto toka që janë bler zonën e mbrojtër. Të lutem shumë, me lejo të bëjmë një debat juridik. Kush e pengon kryeprokurorin e Firit dhe prokurorët e juridiksionit përgjithshëm të Fier që të shkojnë të fillojnë një çështje kryesisht për krim mjedisor. Është ndarë pish por është e Firit dhe Narta edhe Zvërneci i Vlorës. Kush i pengon prokuroritë e juridiksionit përgjithshëm Fier Vlorë për të vazhduar hetimet për krim mjedisor në zona të mbrojtura? Karanja? Kush i pengon? Tani, kjo, për mendimin tim personal, kjo çështje është procedimi lidhur, sepse Spaku ka nisë çështje. S'ka punë fare. Spaku ka filluar për çështjen e pronave, të lutem. Çështje pronave, në pronat, ti po konstaton që me këto pronë, këta persona që ka marrë pronën, po shkatrojnë dhe pronën. Sepse për shembull po e marrin premç. Nuk ka ardhur ai që nga Lushnja të presi pemët në Vlorë. Është personi që përfiton pronën që po e bën. Pra, vepra penale ka lidhur me persona që po zhvillojnë pronën. Është lidhur në mënyrë të drejtë. Të qartësoj. Ndërkohë, kompanitë e interesuar për zhvillimin e pronës në bashkëpunim me, po themi, Gerard Kushner, kanë kontaktuar disa kompani ndërtimore për punime ndihmëse infrastrukturore për të shkuar në vendin ku do zhvillohet. Ende nuk është miratuar leja e ndërtimit, nuk është miratuar leja e zhvillimit, nuk është miratuar leja e ndërtimit, nuk është zbardhur. Pra deri në momentin e zbardhjes së lejes së ndërtimit nuk lejohet qoftë presësh edhe një shkurrë. Dhe unë po të them, të gjitha veprimet quhen krime mjedisore. Krimet mjedisore nuk i ka Spaku. Spaku ka grupin e strukturuar që është marrë me pastrimin e parave, me falsifikimin e pronave tjerë. Po jemi para bashkimit të procedimeve, sepse janë persona që nëse kanë kryer vepra penale kanë bërë edhe ta. Leta vendosi jemi para bashkimit. Po leta vendosi. Shiko fundja fare, nëse kjo çështje po hetohet, le të hetohet pak nga një prokurori dhe të ketë një sepse s'mund të hetohet më mirë. Ajo është çështje fakti, është prerë pylli, është dëmtuar, janë një gazetar i huaj në mënyrë të pavarur se çfarë interesi ka. Shiko, këtu toka ke pylli ka ikur. Pra është degraduar. Madje ajo ka nevojë për ekspert mjedisi, sepse kjo tokë që janë prerë pemët rrezikon degradimin. Ajo pjesë që në zonë e mbrojtur faktikisht dhe me ligjin e 2024 ndryshimit ka kaluar në një kategori pavarësisht ka prokuroria e juridiksionit përgjithshëm, pasi ka parë qytetarët e Firit dhe të Vlorës duke protestuar, madje duke shkuar dhe gardhin, duhet ishte shqetësuar dhe duhet kishte shkuar një prokuror ose kryeprokurori duhet kishte ngarkuar një prokuror apo 2 prokuror apo 5 oficerë të policisë gjyqësore për të parë çfarë po bëhet. Në realitet aty është bërë krim mjedisor. Më shumë 10 herë më shumë, 100 herë më shumë se sa Fran Tuci. Se Fran Tuci, rasti Fran Tucit ka bërë burg Fran Tuci. Se në zgjendje është prokuroria, domethënë, dhe ka guxim, prokuroria sot, aq më tepër ajo juridiksionit përgjithshëm,
të nisë një hetim. Për një rast të tillë ne kemi një moment pak më vonë ku do ta diskutojmë se kush janë dhe ata që ndoshta emërohen prokurori. Karanja, faleminderit. Sigurisht ne do bëjmë kështu ndërhyrje, domethënë dhe me Prençin për ta bërë diskutim dhe për të kuptuar pak më shumë dhe do kemi edhe nga këto ndërprerje, kështu që besoj janë të mirëkuptueshme. Pak më herët Prençi u ndale pak tek propozimi që ka bërë kongresmeni amerikan, republikan, krau i Donald Trump, Joe Wilson, një projekt ligj, pra një amendament, i cili propozon që të nisë një hetim për qeverinë shqiptare për lehtësinë e trafikut të drogës dhe për represionin politik. Dhe në rast se ky ligj miratohet, do duhen 160 ditë, 180 ditë për të përgatitur një raport me të dhëna sekrete nga agjencitë ligjzbatuese amerikane, CIA, FBI e të tjera me radhë, dhe që të shihet nëse këto kanë ndodhur apo jo. Ju pretendoni që ky ligj kalon? Prençi, si e shikoni këtë? Dhe pse e bën këtë dikush nga krahu i Trump? Është një amendim ligjor i një rëndësie të madhe, për faktin se Donald Trump që në fushat ka shpalosur një nga boshtët e programit të tij luftën kundër karteleve të drogës, pa kompromis. Madje ka krizuar një president për këtë punë, Madurën, e ka marrë katapult. Pam. Edhe duke padur parasysh këtë, miku i tij, një kongresmen republikan, duke u njohur me realitetin e frikshëm të botës së krimit shqiptar, me aktivitet në Amerikën Latine, drejt Amerikës dhe drejt Evropës. Këtë duhet ishte edhe kumbari projektit të zvërnesit të këtyre dy udhëzërve nga Katari, ë? Po, duke parë këtë, duke u njohur dhe me çështjen Aruba, duke patur në konsiderat edhe disa denoncime që janë bërë nga opozita shqiptare deri në tek kongresmen amerikan, e madje duke u njohur edhe me çështjen Aruba dhe me librin e famshëm tashmë ku janë të shpalosur mbi 500 Albania Files, mbi 520 projekte ku tregohet që Bregdeti shqiptar është dhënë me koncesion botës së krimit, kryesisht botës së krimit, edhe ku nuk rezultojnë që të ketë kompani serioze, as amerikane, as evropiane. Kryesisht janë të interesuar ato bisedat e famshme, filani do të bjerë 3 milion, filani do të bjerë 7, filani do të bjerë 10. Çka do të thotë që kongresmeni amerikane nuk e ka marrë kot këtë iniciativë. Ka pas dhe informacione të agjencive ligjzbatuese amerikane rreth forcës dhe konsolidimit të grupeve kriminale trafikut ndërkombëtar drogës nga Shqipëria. Pse vjen këtë moment, domethënë, shqyrtja? Pikërisht pra tani, realisht agjencitë ligjzbatuese kanë dyshime se kryeministri i Shqipërisë, duke qenë kryeministri i një narkoshteti në zemër të Ballkanit perëndimor, i cili mendohet që ka dash të implikojë, të bëjë pis familjen Trump nëpërmjet ftesës tërthort që i ka dërguar Ivanka Trumpit për të vizituar Shqipërinë nëpërmjet mikeshave të Ivanka Trump me origjinë shqiptare. Që është bërë me ftesë nga Shqipëria? Absolutisht. Thirrjen e parë e ka bërë tërthorazi kryeministri i Shqipërisë që Ivanka Trump vinë në Shqipëri. Dhe do dalin materialet shumë interesante që nëpërmjet një shqiptarja që ka partnerin e saj që e ka jordanez me origjinë qifute e tjerë, kryeministri i Shqipërisë ka qenë i interesuar që ta jap Shqipërinë për atë të qifutëve. Madje kryqëzohen edhe interesat të tjera, sepse po luftohet në disa drejtime. Nuk është rastësi që një autore boton paracakosh librin ku thotë që 90% në vitin 1492 mos gabohem, në Vlorë banonin 90% banonin qifut dhe 10% vlonjat. Kjo është i vesh dur në kokë. Pra do të thotë që ne edhe me histori mundohemi ta vërtetojmë që Vlora dhe jugu i Shqipërisë është atë dhe qifut. Në krahun tjetër kërkojmë që qifut të ri t'i sjellim të jenë potencial në investimet në Shqipëri për ta rrëmbyer Bregdetin shqiptar. Këto i bën vetëm një mendje e dallëzuar si mendja e Edi Ramës, nuk mund t'i bëj kusht tjetër. Dhe unë jam i bindur që do vi koha dhe do vërtetohet që
ftesën e parë për të ardhur Ivanka Trump në Shqipëri e ka bërë kryeministri i Shqipërisë, por e ka bërë tërthorazi nëpërmjet mikeshave apo miqve të Ivanka Trump. Dhe tashmë, unë jam i bindur që miku i Donald Trump, me siguri që ja don shumë të mirën, kërkojnë të hedhë dritë mbi hetime të agjensive ligjzbatuese amerikane mbi kush janë grupet e strukturuar kriminale shqiptare që veprojnë në Amerikën Latine drejt Amerikës dhe në Amerikën Latine drejt Evropës. Dhe kush është garanti i lavatriqes së parave të botës krimit, trafikut ndërkombëtar të drogës në Adriatik. Pra, kërkon të vërtetohet tamam që është Shqipëria narkoshtet apo s'është narkoshtet? Është qeveria dhe shteti që jep garantin, dhe unë jo pa qëllime nisa me ato tentativat që Edi Rama i ka filluar që para 6 vitesh me programin e amnistisë fiskale për t'i ftuar të gjithë trafikantët dhe ato veprimtarinë e paligjshme të shqiptarëve në përbot për t'investuar në Shqipëri, dhe pasi pati një rezistencë të jashtëzakonshme të Fondit Monetar Ndërkombëtar për amnistin fiskale, e cila do sillte dëm në Shqipëri si që ka sjell, realisht që ka ulë në tokë në gjuj euron sot me 93 lekë, që janë shturpi më i madh. E kupton? Po guvernatori i Bankës së Shqipërisë, për sa i përket rënies së euros, që bëri një deklaratë ditën e sotme, kam shtypën Genseku dhe thoshte rënia e euros forcoi lekun dhe ky fenomen thoshte ndihmoi që mos të ngriheshin çmimet. Po. Genseku është bashkëpunëtori më i ngushtë i kryeministit të Shqipërisë në lavatriqe e parave të pista në Shqipëri. Koha do ta vërtetojë dhe do të shikoj se çfarë lidhjesh ka Genseku me këtë fenomen të jashtëzakonshëm të ekonomisë informale në Shqipëri. Sepse në Shqipëri mendohet që futen para të pista më shumë se sa buxheti i shtetit brenda një viti të caktuar. Përdogoritet që reminitancat e ndershme në Shqipëri shkojnë tek 5 miliardë euro. Reminitancat që sjellin nga 5.000 euro, 10.000 euro që mund të sjellë një person i një familje për familje shqiptare. Paktën për 2024 1 miliard ka qenë, 1 miliard euro ka qenë deklaruar kështu. Cilat? Reminitancat. Të ardhurat nga jashtë. Reminitancat kanë variuar deri në 5 miliard euro. Reminitancat që kanë sjellur emigrantët. Kurse paraja e pistë që vjen nga bota e krimit është shumë e madhe për faktin sepse është e pamundur që një ekonomi shqiptare si e jona dhe biznesmenët shqiptarë ne e dim intensitetin se çfarë intensiteti ndërtimesh kanë pasur dhe çfarë kanë aktualisht vitet e fundit. Dhe e detyruan kryeministin e Shqipërisë, pra pikërisht këto grupet strukturuar kriminale që janë të interesuar për pastrimin e parave, e detyruan që të shpiki një tjetër gjë, jo amnisti fiskale, po paqe fiskale. Dhe nëpërmjet paqes fiskale i ka hapur dyert, i ka shpërthyer dyert e dritare për të ardhur paraja e pisë në Shqipëri. Dhe këtë tani unë uroj që kongresmeni amerikan ta konkretizoj me sukses me miratimin e ligjit në Kongres për hetimin e grupeve të strukturuar kriminale trafikut ndërkombëtar të drogës dhe lidhjet me qeverinë shqiptare dhe pastrimin e produkteve në territorin e Shqipërisë. Nëse kjo do të provohet, atëherë do ta shikojmë se ku kemi notuar dhe pse ekonomia shqiptare ka ardhur brenda 5 viteve të fundit me 2 fishim të çmimeve dhe me një dobësi të fuqisë blerëse që njerëzit habiten se si u hikin parat nga xhepi. Faleminderit Prençi. E pret miratimin e këtij ligji, Karanja? E shikon si një gjë që mund të ndodhë? Tani duke u nisur nga të gjithë rrethanat që nga problematika dalë, besoj se ky ligj ka qenë i domosdoshëm. Pasi siç e thash edhe në fillim, familja Trump në mënyrë të padrejtë ka marrë një kosto përsipër nga kjo ngjarje. Dhe ata janë të detyruar që të zbëjnë transparencën e plot të ngjarjes se si ka ndodhur, sepse kjo ka lidhje, domethënë është diçka e gjerë. Por informacioni që ka pas kongresmeni, sepse kongresmenët amerikanë kanë bërë dhe deklarata tjera. Është deklarata e kongresmenit tjetër për shkatrimin e sistemit gjyqësor në Shqipëri. Janë 200.000 dosje shkatrimin, kapjen e pushtetit gjyqësor, pra mos mbarimin e gjyqjeve. Dhe këto janë ngritur nga kongresmen amerikanë të cilët janë të vërtetë dhe janë ata miq që duan të mirën e Shqipërisë. Por kjo ka një specifik të veçantë, sepse thotë të hetohet lidhja e zyrtarëve të lartë të qeverisë me drogën. Kjo është një diçka që nuk ka nuk ka ndodhur më parë në rang të kaq lartë. Pra domethënë ndihmën që ka dhënë qeveria në trafikun e drogës. Tani kush janë këta zyrtarë të lartë?
Kush janë këta zyrtarë të lartë të cilët pas kanë ndihmuar dhe pas kanë ndikuar në trafikun e drogës dhe në të ardhat e saj dhe në investimet e tyre në Shqipëri. Prandaj kjo mendoj që Kongresi Amerikan do ta miratoj këtë ligj dhe brenda afatit të arsyeshëm organet ligjzbatuese, sepse ne e dim që DEA këtu ka aplikuar më parë, ka qenë një numër telefoni që zyrtarë të lartë të DEA-s që përfaqësojnë për zonën e Ballkanit, telefononi thonë. Që telefononi dhe jepin informacion. Pra ata e kanë informacionin thuajse gati. Formalizimi i tyre nëpërmjet ligjit të Kongresit, do marrë formë ligjore. Mendoj që ky ligj do kalojë dhe do bëhen verifikimet përkatëse. Shumë mirë që çështja të zbardhet, pra çdo kush të marr atë që meriton dhe thash edhe një herë, balta që është hetur mbi familjen Trump, mendoj se sqarohet një herë e mirë. Kjo do mas si dalës ligji dhe këto informacione mund shërben si bazë për spakun për veprime shtesë, për veprime shtesë. Por duhet akuza është shumë e rëndë. Besoj, domethënë agjenci ligjzbatuese amerikane dhe mund ta ndihmojnë spakun ka mbështytur me informacione me dosje në një moment caktuar. Po mund ta ndihmojnë me dhëna, se për shembull mund të ketë të dhëna përsa i përket që të mos bësh hetime kotëm kot. Pra ti kur e ke dhënën se ku janë paratë e drogës, ku fshihet, kush janë të përfshirë, e ke objektin e hetimit sakt, pra e ke versionin hetimor të sakt, sepse nga dhënat operative të rezultojnë personat e përfshirë në trafik. Pra nuk e pse lodhesh kot që të bësh, si thotë një term, hetime shteruse, që të hetosh pa lidhje. Ti e ke objektivin, ta kanë dhënë rrethin e personave të cilët janë ndjek nga organet ligjzbatuese amerikane dhe me një hetim të theguar arrin të zbulosh gjitha ngjarjet. Po ta shpërsh re në pikën në seksionin 17 të kësaj deklarate, thotë dhe represionin politik të qeverisë. Pra, përveç se kemi domethënë që hetim në trafiku drogës, lehtësim në trafiku drogës, po dhe shtypjen politike. Përveç se kemi ndihmë në trafikun e drogës, pra ti i simulon trafikun e drogës, po ke dhe represion politik. Me represion politik, këtu ndalojmë pak 2 minuta, tani ndaj kujt bëhet represioni politik? Represioni politik ke ndaj pushtetit gjyqësor, ndaj opozitës, ndaj shoqërisë, pra sepse është shumë e gjerë, pra ti për të realizuar qëllimin tënd ti bën represion politik. Se fjala represion politik është fjalë shumë e gjerë. Pra kjo do pra që do të thotë ka dhe këtu nevojë për një hetim të gjerë, po thua. Po ka nevojë. Ku është bërë represioni ndaj pushtetit gjyqësor, ndaj legjislativit? Opozita gjithnjëherë për shkakun në Shqipëri ka pretenduar, të paktën Partia Demokratike ka pretenduar një lloj represioni politik, po themi. Qoftë ndoshta edhe partitë e vogla të cilat nuk gjejnë hapësirë nëpërmjet kodit zgjedhor që të marrin votat ose votat që marrin ti përkthejnë në mandatet mjaftueshme në kuvend. Po pa këto janë dhe kërkesat e protestuesve sot, që të shikohet kodi zgjedhor, të shikohet ligje që bëhen për ligje me porosi. Pra ti bën ligjet me porosi, edhe ligji për marrim ligjin e fundit që u bë shkak dhe për protesta, ligji për ndërhyrjen në zonat e mbrojtjes është bërë nga një grup deputetësh. Pra domethënë ligji kryesor është bërë nga specialistët e Ministrisë së Mjedisit, një grup deputetësh një ditë bukur vendosën ndryshojnë ligjin. Pra këtu ka një, domethënë kjo është në pjesën e asaj. Si bëhen këto lobime, kemi parlamentin, kemi votat, i kemi siguruar se ky është ai që zbulohet sot. Pra represioni politik në gjithë sektorët e jetës, duke përfshirë dhe 3 pushtetet: legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. E qartë. Mire, gjatë lutem, ne do të kemi edhe një video sot, një moment ndoshta delikat, ose jo, vlen ta komentojmë gjatë takimit në Ankara, që po zhvillohet në kuadër të NATO-s. Mark Rutte, një moment të paktën edhe në krah të Donald Trump, tregon le të themi, okay, këtu pozicionohen dhe prem që mund ta shikojmë. Okay. Ja tek pozicionohen për të bërë këtë foto, që quhet foto familjare, i tregon atletat se vetëm kryeministri ka përshtypjen ka veshur diçka pak më ndryshe nga të tjerë, jo pak më ndryshe, por i ka veshur të bardha. Një reagim ndoshta të Trump, nëse ma komenton dot, Prençi? Nuk e di. Shiko, kryeministri i Shqipërisë në samitin e NATO-s është injoruar, edhe tashmë vazhdon me lojën e vjetër për të tërhequr vëmendje me atletët e bardha. Një kryeministër që është bërë bajat
me këtë formë sjellje, por për të dhënë rëndësi edhe për të marrë gjithmonë opinioni publik, për të marrë gazetarët, për të marrë analistët, për të marrë edhe personalitetet e larta shtetërore të vendeve të antarët NATO-s, domethënë përsëri përdor të njëjtën instrument atletët e bardha. Normalisht s'është mirë t'i kushtojmë rëndësi atletëve të kryeministit, e rëndësishme është se çfarë thot samiti për Shqipërinë. Dhe a do jemi ne me të vërtet vendi i samitit në 2027? Shqipëria? Kjo është cënuar shumë rënd. Është cënuar shumë rënd edhe për situatat që kanë ndodhur në Shqipëri, edhe për shkak të mosplotësimit të buxhetit 5%-shit të prodhimit të përgjithshëm bruto për mbrojtjen, pasi Shqipëria ka ngelur në vend numëror për sa i përket investimeve në fushën e mbrojtjes, madje edhe ata që ka kishin mundësinë repartet ushtarake dhe portët në Bregdetin e Shqipërisë për t'i dhënë si asete për të investuar, për bërë kryer investimet përbashkëta me NATO, domethënë i ja kanë kaluar biznesmenëve dhe oligarkëve për zona turistike. Në këtë këndvështrim, mua edhe si ushtarak nuk më bën përshtypje sjellja e kryeministit, pasi kjo tregon që ka një deficiencë intelektuale në raport me seriozitetin që duhet të ketë pjesëmarrja e një kryeministi në samitin e NATO-s. Dhe unë shpreh keqardhjen, edhe më vjen turp që kemi këtë kryeministër që sillet në këtë formë. Mirë, se kryeministri nuk ka herën e parë që i vesh ato, edhe në takime të tjera ka qenë, por ndoshta reagimi Trump nuk e di si e lexoni. Kur do bësh, ka mesazh apo s'ka mesazh? Kur Mark Rutte i tregon që presidenti Donald Trump për atletët e kryeministit, Donald Trump nuk reagon. As nuk qesh, por nuk qesh, parë në mënyrë kategorike. Pra e ignoron. Vlerëson ato që ka i thot Rutte, por e shikon vëngër. Atletët e kryeministit i shikon vëngër. Unë kam gjithnjë këtë gjuha diplomatike se çfarë. Kjo është gjuha diplomatike, është një një takim, domethënë duke qenë se folum për çështjen e ligjit dhe të gjitha, pra Donald Trump. Kryeministri i presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës as nuk qesh, as nuk shpreh habi. Thjesht e ignoron. Me fjalë, thotë ka një shprehje atje nga veriu i Shqipërisë se s'du ta përmend. E qartë. Mirë, një tjetër moment ku dua të ndalem është fakti që 4 milionë euro janë nxjerrë nga buxheti i shtetit për sa i përket koncertit të Kanye West që do të mbahet në Tiranë. Janë para të cilat janë nxjerrë nga fondi rezervë. Si lexoni ju karandra që shteti domethënë sa dhe kryeministi tha për të mos u turpëruar, kuptimi që janë nxjerrë 4 milionë euro, po janë nga fondi rezervë. Fondi emergjencave thënë ndryshe. Mendimi im personal është që ky fondi rezervave, pra është si thosh, në shtëpi është ai leku hallit që të ndodhin ngjarje jot ti kesh veç, nuk është hall ose problem që të përdoret, pra leku i hallit që marret në shtëpi, nuk mund të përdoret për dasma. Kuptimin për ashtu, s'është lek hallish për lek për smundllike të tjera. Mendoj që këto para, kjo shumë lekësh, nuk duhet kishte shkuar për një koncert privat. Pse? Mund të gjetë një formë tjetër, një kredi sovrane të jepi një kredi atij, sepse personi që ka marrë sipërmarrjen, që ka marrë për sipërmarrjen, do të çonte deri në fund sipërmarrjen e tij. Ke marrë për sipër është një kompani private, çpo nga shteti këtu. Ose nëse ndryn shteti, banka ka përshtypjen është Ministria e Turizmit. Edhe Ministria e Turizmit, ai që ka hyrë garant duhet marrë përgjegjësitë, marrë me pronat e veta, jo me pasurinë e vet, jo me pasurinë, sepse me 2 milion, me 4 milion euro, po ti referosh kostës së ndërtimit, janë 80 apartamente të reja që do ishin bërë. 80 apartamente të reja. Pra, duke llogarit që futen një çift, pra çiftet e reja, 160 persona në Shqipëri do kishin zgjidhur qoftë dhe banesa sociale. Qoftë dhe banesa sociale, se me banesa sociale, pra me çmimin e kostës së ndërtimit dhe mos më shumë. Pra, ne këto nuk mund t'i investojmë në mënyrë të gabuar,
të bëjmë një koncert shumë bukur. Ai që bëri koncertin marri borxh në vend tjetër, marri kredi në bankë dhe ta bëj koncertin sepse ka marrë përsipër. Ose ndryshe është i paaftë, sepse po na del si rrugët e Shqipërisë, është bosi rrugë kjo. Rrugën ti e merr për 2 lekë, në fund fare shkon 10 lekë, as ka shpenzime. Çdo sektor i jetës kështu po na ndodh në Shqipëri. Kur llogaritet një shpenzim, ai që e merr sipër marsi, e merr shpenzimin përsipër, do ta bëj me çmimin që ka marrë. Ç'pun ka shteti këto? Këto janë para që përdoren për emergjenca civile, për raste përmbytjesh, për raste halli, pra domethënë që ka një problematik, do ke nesër njerëzit ndodh për shembull do raste zjarri. Prandaj jemi edhe përballë fushatës së zjarrit ne. Jemi edhe fushatës, pra neve ulim fondin e emergjencave dhe përdorim për një eveniment privat, në thelb është eveniment private. Se i del fytyra pisët, ose i del fytyra pasër, mban përgjegjësi personi që ka majt që bën evenimentin. Madje duhet ishte gjithë burimi i financimit është detyrë e organizatorëve. Nuk ka shteti t'japi garanci. Përkundërzi, unë me sa kam pasur kemi lviz në ato rrugë, janë bërë rrugët e reja, është riveshur rruga, është rrugëdhuar rruga, pra shteti i ka bërë ato që ka pas që të bënte. Tani për sa i përket këtyre investimeve, për mua jo 4 milion euro, po më pak tishte duhet ruajt paratë e buxhetit shtetit, duhet ruajtur sepse ne jemi vend i varfër, kemi probleme tjera, pra nuk është problemi popullit shqiptar se erdhi një artist këndoi apo jo. Personi, organizatori, ai që ka bërë verifikimin e shpenzimeve, sepse nuk është një shumë e vogël. Janë 4 milion euro, se 4 ka aty, 2 aty, 2 anë dhe dalin që këtu shpërdorohet. Dhe për mendimin tim, personat që kanë urdhëruar lëvrimin e këtij foni mbajnë përgjegjësi penale. Pra ka vënë që SPAK-u të nisi hetimet. Të nisi hetimet sepse nëse ka zyrtar të cilët kanë firmosur për të, sepse dihet në Shqipëri kemi vetëm një deklaratë, nuk kemi asnjë lloj transparencë se si janë lëvru parët dhe çfarë është bërë me 4, domethënë pse 4 milion euro dhe jo 5. Dhe çfarë do bëj ky me këto? Ka ble karrike, ka ble stola. Ermelinda Meksi, le të themi një eksponente shumë e lartë e Partisë Socialiste, e cila e njeh mirë çështjet dhe ekonomike ka përshtypjen, ka bërë një shkrim ditën e kaluar kur thotë transparenca dhe respektimi i kushtetutës, detyrim ndaj qytetarëve. Nisu nga lajmet e publikuara në media dhe nga publikimi i aktit normativ lidhur me financimin e koncertit të artistit Kanye West me fondin rezervë të buxhetit të shtetit, konsideroj se është detyrimi i kuvendit të ushtrojë kontroll e tij kushtetues dhe parlamentar mbi këtë vendimarrje. Qytetarët kanë të drejtë të marrin një shpjegim të qartë nëse janë përmbushur kushtet e nevojës dhe urgjencës për nxjerrjen e këtij akti normativ, si dhe nëse përdorimi i fondit rezervë është bërë në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Transparenca, llogaridhënia dhe respektimi i ligjit janë parime themelore të administrimit të financave publike dhe kushte të domosdoshme për ruajtjen e besimit të qytetarëve te institucionet. Sigurisht devijon edhe çështjet, por që duhet kuvendi të kontrollojë këtë. Kishim një problem që e trajtuam më përpara, kishim protesta. Pikërisht shpërthyen protestat si pikë valimi tek arroganca që u përdor në tërheqjen zvarrt një protestuesi në dhunimin e pronave të qytetarëve. Dhe aty lindi revolta mbar popullore për të dalur në protestë sot dita e 39. Dhe unë të thash që në fillim arroganca, prepotenca, arbitrariteti i qeverisë shqiptare dhe sidomos i kryeministrit të Shqipërisë, duke mos respektuar kushtetutën dhe ligjin, ka ngritur revoltën popullore në protestat përditshme. Shkojmë tek rasti konkret. Kemi 16.000 familje të dëmtuara nga zjarret vitin e kaluar, të dëmtuar nga përmbytjet në Shkodër, përmbytjet në Fushkruj, përmbytjet në Durrës, përmbytjet në Vlorë, përmbytjet në Fier, që janë të pak kompensuar prej 5 vitësh në 5 buxhete shteti. Është detyrim ligjor 45/2019 ligji për mbrojtjen civile të Republikës Shqipërisë, i cili parashikon fondin e kontingjentës 4%, që i takon me buxhetin e shtetit rreth 356 milion euro, që duhet të përdoren
për të patur ato flotën, se na ka përmend kryeministri i Shqipërisë 13 vite rresht që vitin tjetër do kemi një flotë aerore për fikjen e zjarrit nga aeri me helikopter, me avion air traktor, hidroplan etj. Por që në fakt Shqipëria sot nuk i ka. Pra në vitin e 14 Shqipëria nuk i ka. Propagandë në 3D e kryeministrit dhe fjalë të pambajtura ashtu si për ujin edhe për shumë gjëra tjera, ujin e pishëm 24 orë e shumë gjëra tjera. Pra të kesh 16.000 familje pas 3 dhe pa i kompensuar në raport me fatkeqësitë e natyrës, për të cilat të detyron kushtetuta dhe ligji 45/2019 për mbrojtjen civile të Republikës së Shqipërisë për kompensimin e fatkeqësive natyrore etj. Dhe ti shkon dhe paguan 4.2 milion euro për një event artistik e cila nuk parashikohet në asnjë rast të emergjencave civile të Republikës së Shqipërisë. Pra, ky rast nuk kategorizohet, nuk futet tek emergjenca civile, tek mbrojtja civile e Republikës. Por kryeministri i Shqipërisë prek këtë fond të paprekshëm, pra vetëm për fatkeqësitë, dhe e çon për një koncert të një këngëtari. Me të drejtë, zonja e nderuar Emerlinda Meksi, një njohje e legjislacionit në fushën e ekonomisë dhe të mbrojtjes civile dhe të emergjencave civile, le thotë që ky kryeministër deri këtu i shkon me arrogancë dhe i bën kashillek shqiptarëve. Thotë unë e marr fondin e emergjencës për përmbytjet tuaja dhe ja jap koncertit të Kanye West dhe nuk va jap ju për t'ju futur në shtëpi. Në shtëpitë e djegurat, përmbytura, të rrëshitur nga dëbora etj. Nga fatkeqësitë e ndryshme të natyrës. Pra, shiko çfarë arrogancë përdor kryeministri i Shqipërisë. Kur dua unë dhe thot Emerlinda Meksi, e nderuara, thot duhet një hetim parlamentar që ky vendim i kryeministrit të Shqipërisë për ta prekur fondin e kontingjencës për një koncert a klasifikohet kundër të ligjit 45/2019 dhe të Kushtetuta e Republikës? Nëse jo, duhet hetoj parlamenti veprimtarinë e paligjshme me një komision parlamentar, veprimtarinë e paligjshme të kryeministrit dhe ushtarëve të tij, si e kanë marrë këtë fond nga fondi i emergjencave civile dhe e kanë përdorur për një koncert. Pse nuk e morën këtë fond dhe të bëjnë një prit të një lumi që mos dal nga shtrati edhe të mos përmbys 100 familje apo 500 familje? Ky fond me të drejtë e përkthyer në sipërfaqe ndërtimi, është e barabartë me shtrimin e mbi 100 familjeve me shtëpi 3. Pra ne i kemi dhënë Kanye West pa frikë 100 apartamente, 2 dhoma kuzhinë, ja kemi dhënë për një koncert 3 orësh. Ndërkohë shqiptar 16.000 familje shqiptare, po i marrim mesatarisht ne me 4 veta, 48.000 qytetarë shqiptarë me 3 veta po i marrim, nuk po i marrim me 4. Po t'i marrim me 4, pastaj të shkem 60. E qartë. Pra, si ka mundësi që kryeministër, dhe manë, kaq katil, kaq i zi i tjetë, që familjet shqiptare i lenë në fletçadra, pa banesa, duke jetuar në për kolibe, drasash e plasmasi. Megjithatë, duhet të ndoshta, meqense i referohet edhe zonja Meksi ku vendi që një stacionin, ky është bën një vlerësim edhe kulturën të historisë. Ky është stacion televiziv, edhe ndoshta nuk bëjmë mirë. Shqiptarët më parë kanë nevojë për minimumin jetik të familjeve shqiptare, pastaj për koncert. Dhe unë do thoja që protesta e qytetarëve në datën 11 nuk do të jetë në sheshin Skënderbej, do të jetë të stadiumi i ri, aty ku do të këndoj Kanye West. Dhe të shikojmë kush do të dëgjohet më shumë, zëri i Kanye West apo do të dëgjohet zëri i 200.000 shqiptarëve në protest për rreth stadiumit ku do të zhvillohet. Nëse shqiptarët ju ka ngel një pik gjaku, 200.000 apo 100.000 shqiptarë do të jenë atje për jashtë stadiumit e të shikojmë që do dëgjohet zëri shqiptarëve, Rama në burg, Berisha në burg, apo Rama jep e dorëheqjen, apo do dëgjohet Kanye West. Nëse shqiptarët do të bëjnë këtë, nëse shqiptarët do ta bëjnë këtë, atëherë shqiptarët e kanë fituar betejën me regjimin më të keq në historinë e Shqipërisë për 114 vitesh.